Po, është e drejtë ajo që konstatoni ju që edhe këta të opozitës e konsiderojnë si një fitore. Po ashtu dhe këta të maggjorancës e konsiderojnë si një fitore. Tek e fundit është thjesht dhe vetëm një rezolut. Nuk është thjesht fakti i një rezolute për të shprehur një vullnet politik që do shkojmë në Europë. Nuk është ky në vetvete risia. Risia është bashkimi i votave. Sepse çështja e integrimit, e këtë e njoh mirë, është një detyrim kryesisht i qeverisë. Aq më tepër i një mazhorancë që ka 83, 84, 86 mandat, s'ka nevojë fare për opozitën. Dhe pyetja e madhe është ç'ne ky ndryshim i sjelljes qoftë nga ana e mazhorancës, nga Edi Rama, qoftë nga ana e Sali Berishës. Edi Rama në zgjedhje tha do ta çoj unë në Europë. Madje ka thënë shpesh, kam aq vota, me këto fjalë ka thënë, kam aq vota sa s'kam nevojë për këta të opozitës. Ndryshoj ligje, madje do të ndryshoj edhe kushtetutën e me radhë. E në këtë pikë ka një pikë pyetje të madhe, pse është ky ndryshim i sjelljes së Ramës? Po kështu edhe ky ndryshim i sjelljes së Berishës. Për mua është i qartë, as ka lidhje fare me vullnetin dhe me përpjekjet për të çuar në Europë. Mjafton të shohësh sjelljet respektive të njërit dhe tjetrit. Cili është raporti që kanë me demokracinë partijake të njërit dhe tjetrit. Europa, ose të shprehësh vullnetin për shkuar në Europë, nuk shkon duke përjashtuar njerëzit brenda partisë, siç bën njëri dhe siç bën tjetri. Europiane është të kesh një raport respektues ndaj pushtetit të drejtësisë. Shiç bën njëri, shihet çfarë bën tjetri. Njëri që sulmon për ditë spakun, skapin, që godet me emër dhe mbiemër, prokuror dhe gjyqtar, tjetri i cili nuk heq imunitetin e një deputete apo ministri.